Ndërkohë Edi Rama bën sikur e do shumë spakun dhe reformën drejtësi. Se bën të kundërtën e doktorit ta, preç, si që ke vënë redi. Ç'më mendoni për qëndrimin e tij, qëndrimi sinqert kjo që sikur e do spakun apo jo? E do thua ti spakun Edi Rama apo kanë krijuar mosën e Frankensteinit edhe? Edi Rama është armiku numër 1 i Spakut. Armiku numër 1 i Spakut. Është armiku numër 1, kaq them gjupun. Jo gjatë preç. Ka bërë shumë përpjekje Rama që ta kastrojë Spakun, ka marrë dhe nisma ligjore, ka ngritur një komision të cilin e penguan pastaj që funksiononte partnerët. Se këta po më shikojnë. Ka folur ai i pari për Republikën. Po më shikojnë si armik gradualisht, nuk do të vazhdojmë shumë gjatë. Shikojnë si armik. Por ai nuk ka që i bën Spakut. Do të thënë, nuk ka që i bën. Dhe si thonë në asaj fjalë surt që... Do me thënë Rama thua ti që e kryoj i vetë nuk ka që i bën. Dora që nuk ka fshohet puthet. Puthet, do me thënë po puth dorën, thot Bushat Preçi, dorën që se ka fshon dot, Rama e puth. Ti që mendim ke? Në fasad Rama ka mbajt qëndrim korrekt. Pavarësisht çfarë mori ka pas, ka thënë unë e mbështes, unë e krijova... Jo, telefonin, mos harro telefonin. Si? Telefonin. Me, ato janë batuta qëndrimit dhe deri sot. Aty që doja i si ishte batut. Dhe deri sot, thuash të drejtën, pavarësisht në i batutet vogël në i qëndrimi, nuk është bërë Rama pengesë për Spaku. Apo jo, as nga të vetët, as nga... Unë, të këtu ndaje me Preçi, unë them se lëvizjet e Spakut i kanë shku gjitha në favor, prandaj s'është bërë. Po kjo është interpretimi im që s'ka rëndësi. Rasti Balluku po duket si kur po kryon një thyeri. Këtu do duket si do sillet Rama vërtet. Sepse edhe unë që ri në çdo studio duke bërë kritikun e Spakut, unë ata të Spakut i di aq pa dinjitet, se nesër vjen një kaubojs dhe ja u ndron drejtimin fare, njeriu që i shërben, siç i shërben Ramës, mund t'i shërbej dhe një gringoje nesër. Gjithmonë kurriz drejtësisë. Pra nuk e përjashtoj që këta nesër prap kurriz drejtësisë mund t'i kundërvjen dhe Ramës, ore. Po këta një gjë është e sigurt drejtësi nuk bëjnë. Unë kam një opinion tjetër sepse ne gjithmonë Spakun e marrim si strukturë vertikale që gjithmonë i kontrollon kryeministri drejtuesin e Spakut, drejtuesi i Spakut gjithë prokurorët. Në fakt ata janë prokurorë që në vetë kanë totalisht pavarësi dhe do shkojnë në punë ata se të skuqet faqja pastaj. Në drejtë më drejtë, këtë drejti. E kanë statusin e vetë. Po atyre të parëve nuk i skuqe. Vetëm këta janë qënje me faqet. Kanë më shumë mbrojtje ligjore. Kanë totalisht pavarësinë. Ata kanë vetëm përfaqësim administrativ nga kryetari i Spakut. Nuk kanë asnjë lloj varësie. Kanë krijuar një koshiencë punës që po bëjnë. Eksakt, se të krijon vetë statura të jep dhe forcë, të jep një forcë brendshme. Jep ligji, të jep dhe statura. Se ne gjithmonë i shohim ata si ca njerëz të kështu të ndrydhur, pastaj kur ndërmarrin ata veprime që ne na habisin, duket sikur dikush i ka fut. Në fakt ata janë komanduar aty që ndërmarrin këto veprime që të na befasojnë. Po bëj kryen detyrën. Po të bëj na befasojnë, pra se po ti kishin parashikuar, domethënë nuk do ishte më strukturë speciale me statusin special, me forcën që jep ligje etj etj. Kështu që unë mendoj që Rama në këtë kontekst, derisa e ka prodhuar si qenie politike, pra me politikën e vet brenda programit 2013-s, nuk e di a ka parashikuar këto pasoja që po ndodhin, ndoshta kishte parashikuar pasoja më të vogla ose edhe më të mëdha. Çështja është që kjo është evazive, nuk jemi dot në trurin e Ramës, çfarë kishte Rama kur projektoi Spakun ose Spakun. Reformën drejtësisë, Spaku në fakt është vetëm një element. Vendimet i merren në fund fare gjykata dhe ne kemi një gjykatë speciale në këtë rast. Dhe nëse Spaku ka një sukses, suksesi i Spakut është që ka nxjerrë jashtë loje gjykatën, se ne nuk kemi parë deri më sot asnjë thyrje të vendimeve ose të kërkesave që çon Spaku në gjykatë dhe ky është një problem. Pra ne duhet merrem më shumë me gjykatën speciale se sa me Spakun. Spaku ka drejt ndërtoj 200 akuza, 50 akuza, 700 akuza. Gjykata është ajo që neve na intereson, sepse gjykata mban standardin. Ne ndërkohë kemi kthy edhe për shkak të nevojës debatit, edhe për shkak të thashë themeve, edhe të narrativave që bëjmë me njëri tjetrin, kemi çu Spakun në kulmin e gjithë projektorëve. Ndërkohë gjykata është ajo që vendos, gjykata rrezon Spakun ngjes drejt darkë. Edhe te rasti i Ballukut, gjykata mund ta rrezonte Spakun, ose mund ta rrezoj praktikisht në apel, me që për këtë gjë u mblodhëm sot. Pra është gjykata ajo që vendos
standardet e veta. Dhe me sa kuptoj unë, nuk janë prokurorët të tredhur ndaj Dumanit, ose në nënshtrimin e Dumanit. Është gjykata që është në nënshtrim psikologjik ndaj Spakut. Pse? Që shta Dumani, këta bëjnë atë që sepse ne. ka gjyqtar të cilët e kanë integritetin e vetë jo të pastër. Pra, kur kaluan vettingun, nuk janë aq të pastër sa që duhet ishin. Pra, janë të shantazhueshëm. Dhe ata prokurorët e Spakut. Ata prokurorët e Spakut i thonë, për shembull, ose nuk i thonë gjë fare, po kuptohet që edhe mund të thonë gjë, dhe pastaj vendimet pasojnë ato që ne kuptojmë kur kanë ndikim politik. A ka përpjekje shumë shkurt për të goditur Spakun? Ka plot aludime që kur të mbaroj mandati 11 prokurorëve, Spak edhe mbyllet. Ju si mendoni? Se ndoshta këta janë të gjithë duke menduar që kanë bërë një gabimor. Dhe këto lajme që dalin tani janë përpjekje për të intimiduar Spakun, nuk diskutohet. Domethënë përpjekja është e vazhdueshme. Ti ke një komision që është ngritur për të kastruar Spakun. Komisioni i kastrimit të Spakut. Është kjo. E drejton zoti Xhafa. Nuk është më, jo. Po ka qenë. Jo ishe alarmi remi fanatikve të Spakut, saj nuk polli asgjë. Jo, ishte pse. U bë një zhurmë, do e shuaj. Jo, më jam dakord. Dakord jam, por Ramës... Kemi një margaritar që po na e vjedhin. Ramës ja besoj fjalët dhe Rama është shprehur në takimin që ka bërë me rektorin e Universitetit të Bujqësor, kur e mori Spaku, kur vajti Spaku dhe bastisi universitetin, që ka arrestuar disa shkelsa tenderash, tha që mandati 4 duhet mandati i standardeve në drejtësi, duke etiketuar, duke shigjetuar drejt për drejt Spakun. Dhe unë e besoj Ramën, unë e kam mundur. Okej, po jemi shumë shkurt. Rama në vetvete... Po nuk ka më debat tani. Se cili kërkoj mendimin e se cili. Rama e ka thënë këtë publikisht, nuk u fshe fare, tha duhet mandati standardeve në drejtësi, tha mandati 4. Dhe targeti është tamam Spaku. Pa targeti i Ramës. Pra, target është Spaku. E mendoni që mund t'jetë target? Se ti mos të tani që Amerika e mbron pastaj dhe nuk bje Spaku se... Po e ditë ti përgjigjen time të ashtë... Jo, mos e thuash të Amerikës ama. Unë them ti bëre një pyetje drejt për drejt dhe përgjigja është drejt për drejt. Spaku do vazhdoj, nuk e ndalon dot Rama Spakun, nuk e ndalon. Kur të mbaroj punë do mbyllet Spaku. Pa mbaru punë nuk mbyll. S'ka kush e mbyll, nuk ta mbyll kush. Unë mendoj që Spaku deri tani ka shërbyer Ramës, por një ditë mund t'i kthehet kundër. Unë mendoj që Rama sa më shpejt i iki nga drejtimi i vendit aq më mirë i bën Shqipërisë, por i njoh një merit. Rama ditë ta lexoj edhe fushën politike, edhe çka ndodhur përreth. Dhe në Rumani, në Kroaci, në Kosovë me gjykatën speciale po të deshe. Kush ka dashur t'i kundërvihet asaj që kanë vendosur ndërkombëtarët, e ka paguar në lëkurën e vet. Dhe gabimi më i madh që do bënte Rama ishte të hapte luftë frontale me Spakun. Ajo do shka. Dhe prandaj Rama se bën këtë, prandaj der tani bëri po e korrigjoj. Der tani është inteligent, jo luftë me batuta më. Por tani fal. Le po të kam mendimin po tani ndryshimet në kodin penal. Çfarë dini ju? Po s'kemi kohë më. Për kë vin ato? Që s'po e bën. Okej. Denis, ndryshime kodin penal janë pikërisht për ato. Është target që tha pano. Për ato subjekte që targeton Spaku. Se për çfarë mendoni se bën për ato bullallëqe që dalin nëpër media, diskutohen. Tani praktikisht ku ka më sulm më frontal se kjo? Pranojmë që Berisha dhe Rama po punojnë bashkë kundër Spakut. Po, është sigurt. Për disa gjëra kanë punuar bashkë ata. Për 2008 ata bën çardeshën bashkë. Zoti Ylli nuk kanë kohë. Unë po them vetëm kaq që Rama... Jo, se është rëndësishme, jo, mba është njëm të të prejgjit. Po do të themë pastaj. Se ishte batut kjo. Nuk kanë kohë, thua? Për të ndaluar. Do me thënë i marrin të dy këta, thua ti. Edhe Berishën edhe marrin dhe Ramën, thua ti tani. Është më e gjatë Spaku se tani pyetja e fundit fare dhe ikim, se ndërkombëtarët tani në rastin e fundit me Ballukun, Bushati hodhi një dyshim. Që ndoshta edhe Amerikanët e krijuan Spakun, këtu, me detyrim, këta e morën si lodër, sikur krijuan një lodër, dhe tani lodra është kthyer në një gjë, shpesh në një gjë që tani këta kanë filluar të tremen. Po tani të huajt janë këtu, së në janë Amerikanët akoma. Pse pas Amerikës me Amerikën e Trumpit, ne kemi një Amerikë që nuk kuptohet. Kemi disa Amerika. Shkurt. Nuk kuptohet ç'bën. Kemi disa Amerika. Shkurt. Shumë Amerika aty. Shkurt.
janë si që kanë qenë. Se tani për shembull këti i tha presidentit të Ukrainës, ky i tha jep tokat. Edhe mbaron lufta. E kupton? Edhe thot shkurt dhe na çon në Ukrainë. Kemi Amerikë tjetër, po jo u habita. Shkurt, tani, në Po, këtë moment shkurt. që flasim, janë këtu si që kanë qenë. Një lloj si në... Amerika është tu, thua ti. Si që kanë qenë, dhe kur thashu nuk kanë kohë, në kuptimin që karriera e Berishës dhe e Ramës nuk mund të zgjasë saj Spaku. Spaku do vazhdoj për te karrierës tyre. Pra ne them s'kanë kohë. Paku vazhdo ka gjatë tu. Për fatin e keq që atyre që do anë, Amerika është kthyer në SPAK. Amerika nuk është gjithmonë e drejtë, bën dhe gjëma, por Ti thua që është aty, jam e thua prej. që është Amerika. Janë kthyer fort. Ju si Biles kanë thirr këta të opozitës si kanë tundë dhëmbët mos shani më SPAK-un, i ka thënë se Po Berisha tim ne çfarë do bëjnë. Po prandaj po vazhdon Berisha se i kanë tunë dhëmbët. Po Berisha është di Amerikën. Okej. Nuk janë ndryshon Amerika mendjen doktorit. Doktori këtë se ai është i manitshëm për të shpjeguar. Berisha është vetë Amerika, pra. Berisha është vetë Amerika sipas logjikës Nuk e Bushati. Do me drejtë thënë, Spakun, po as Amerika thua ti deno është aty? Rasti Balluku që po bëhet pa lejen e Ramës tregon që ata janë aty. Se ç'mendon Evropa e penga komisionerja.